Një moment që mbush qiellin e Washingtonit me flamuj dhe aeroplan luftarak. Princi i Arabisë Saudite arrin në SBA. Mohammed bin Salman u prit me një spektakël të jashtëzakonshëm. Garda e nderit e rreshtuar, kalorësit që mbajnë flamujt e dy vendeve dhe dhjetra flamuj që valviteshin para shtëpisë së bardhë. Por qielli mbi kryeqytet nuk ishte i zakonshëm. Aeroplanet luftarak amerikan fluturuan derisa ceremonia zhvillohej, duke e bërë pritjen një shfaqje madhështore pothuajse teatrale. Takimi me presidentin Donald Trump është më shumë se një përshëndetje diplomatike. Në agjendë, teknologjia, mbrojtja, tregtia dhe bashkëpunimi civil bërthamor. Tema që mund të ndryshojnë balancën e lindjes së mesme. Salman zbuloi se Arabia Saudite mund të rrisë investimet në SBA deri në $1 trilion, një shifër historike që Trump e quajti e pabesueshme. Ky takim mund të përcaktojë jo vetëm rrjedhën e aleancës së dy vendeve, por edhe të ardhmen e politikës dhe ekonomisë globale.